Allahu subhanahu wa taala ja mundson njeriu të arrijë gradën më të lartë nëpërmjet kujt? Durimit. Nëse i vështrojmë argumentet e ndryshme nga Kurani dhe nga hadithi për durimin, për hir të Allahut, rezulton se durimi ndahet në 3 lloje apo ashtu siç e kanë përkufizuar kush dietarët të parë tanë të mirë që thonë es-sabru ala ta'atillah, lloji i parë i durimit. Pra es-sabru ala ta'atillah, që do të thotë të bësh durim ti je i durueshëm duke respektuar çfarë? Urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala. Të bësh durim për shembull te ibadetet obligative. Të bësh durim duke falur namaz gjatë gjithë jetës tënde. Sepse kërkohet që të falësh namaz gjatë gjithë jetës tënde. Në mëngjes dhe në mbrëmje, në çdo kohë. Në çdo kohë të caktuar dhe në çdo gjendje që ti jesh i sëmur apo i shëndosh. Edhe nëse nuk ke ujë që të marrësh abdes, e ke zgjidhjen vetëm ta falësh. Të marrësh tayemum, sepse është urdhri i Allahut xhele xhelalu. Do të bësh durim deri në fund të jetës tënde. Ky është durimi ndaj urdhëresave të Allahut. Që të bësh durim ndaj vështirësive kur ti kryesh urdhëresat e Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa lloji i durimit dytë është sabru an maharamillah. Që do të thotë të bësh durim, ti je sabërli duke u distancuar nga ato gjëra që Allahu subhanahu wa taala t'i ka ndaluar. Pra nga haramet. Për shembull, Allahu ka ndaluar këtë gjë ose atë gjë, mos ju afron në asnjë mënyrë. Muslimani nuk duhet t'i kryej ato që i ka ndaluar Allahu xhele xhelalu. Për shembull, Allahu e ka bërë haram drogën, duhet distancohesh prej saj. Allahu e ka bërë haram alkoolin, largohu. Allahu e ka bërë haram bigjozin, mos ju afro. Allahu e ka bërë haram imoralitetin, duhet të distancohesh në mënyrë kategorike. Pra duhet të bësh durim duke u distancuar nga këto të ndaluara, sepse nefsi i njeriut, egua e njeriut, kërkon shumë, sepse është i dobët. Epshi i njeriut është mashtrues, tërheqës. Duhet të distancohesh nga të gjitha haramet dhe të bësh sabër, pra, të durosh për hir të Allahut xhele xhelalu. Dhe lloji i tretë i durimit është as-sabru ala aqdarillah. Që do të thotë të bësh durim ndaj asaj që Allahu xhele xhelalu e ka caktuar. Te kaderi i Zotit. Të bësh durim për shembull në fatkeqësi, në sprova, në sëmundje, në vdekje, problemet ndryshme që mund të ballafaqohesh me pabesimtar në rrugë, me munafik me dy fytyrsha, me njerëz të këqij, kriminal, me çfarë do lloj gjendje të përballohesh apo të përballesh që dëmton shëndetin tënd, pasurinë tënde, duhet të bësh sabër, durim për hir të Allahut xhele xhelalu.